seancën. Kërkoj mirëkuptimin të vjoj me rendën e ditës. Kemi disa pika të rëndësishme në rendën e ditës që lidhen disa prej tyre me procesin e integrimit për cilën gjithë kemi thënë se jemi dakord dhe mbështesim, po duhet ta tregojmë edhe me vepra. Vazhdojmë aty ku e lam te pika e tretë, informimi mbi konkluzionet e konferencës tendër-qeveritare Shqipëri Bashkimi Evropian në kuadër procesit të negociatave të antarësimit, patjetër dhe me listën e procedurës, por pasi të mbaroj pika. Ç'është kjo? Jo. Jemi nuk e bëm pushimin për të vazhduar prishjen e seancës, e bëm për të vijuar me seancën. Nuk mund ta merrni fjalën në mes të fjalës së tjetrit, kolegu tjetër. Fjala nuk mund të merret ndërkohë që e ka marrë fjalën një koleg. Fjalën ja kam dhënë ministrit, si mund t'ja heq përsëri edhe t'ja u jap ju? Po nuk drejtohet kështu, nuk vazhdon kështu. E ka marrë ministri fjalën. Zoti Bosdo, ju lutem ju duhet ta kuptoni. E kam dhënë fjalën te Zoti. E kam dhënë fjalën, nuk mund ta riheq, jo, e kam dhënë fjalën ministrit. Nuk mund t'ja riheq fjalën dhe mirë, pra e kam dhënë gabim, e çmoni ju dhe ndiqni rrugën e ankimimit. Çojeni te komisioni te Këshilli për Rregullorën dhe kërkoni riinterpretim të rregullorës. Nuk mund drejtohet secili prej jush drejtoj seancën, duhet ta drejtoj një seancën. Më keni vot besuar për ta drejtuar këtë seancë, këtë kuvend, ju lutem respektoni autoritetin e kryetarit që ja jep rregulloria, edhe kur nuk jemi dakord, se s'është të thënë të jemi të gjithë dakord. Janë të gjithë, nuk është fshirë asnjë. Asnjë nuk është fshirë nga lista, por nuk mund ta marrim në çdo moment. Edhe në mes të fjalës së tjetrit. Nuk di, zoti Kaso, nuk di ku ta mbështes që në mes të fjalës që ja kam dhënë tashmë ministrit të fuz. Nëse është gabim, atëherë drejtojuni sipas rregullorës, bëni ankim tek Këshilli i Rregullorës, po jo në mes seancës. Ju lutem, uluni. Sa po e bëjmë gjithë të diskutim, do kishte ardhur radha para 2 orësh. Ju lutem uluni. Rregulloria nuk kërkohet duke shkelur rregullorën, zoti Bosdo. Po kërkojmë rregullorën, ndërkohë keni bllokuar seancën tani. Po bllokimin e seancës ku e bazoni rregullora? Bllokimi i seancës ku parashikohet në rregullore? Në rregullore ku parashikohet? Doni të dëgjoni apo jo? Askujt nuk do t'i hiqet e drejta e fjalës, sepse s'është në dorën time të heq fjalën. Do ta merrni të gjithë sipas regjistrimit, por rregulloria nuk parashikon të ndërpritet fjala e një kolegu dhe ta marr fjalën kushdo qoftë ai. Nuk e gjej dot në rregullore. Ma thoni nenin e rregullores ku e bazoni këtë kërkesë absurde. Absurde. Fjalën e ka marrë ministri i jashtëm. Për pikën 3 të rendit ditës, informim mbi konkluzionet e konferencës tendër-qeveritare Shqipëri Bashkimi Evropian në kuadër procesit të negociatave të antarësimit. Do ta lini të vazhdoj apo jo, sepse është dhe pikë shumë e rëndësishme, përbashkuese madje, në interes të gjithëve, për te agjendës politikës.
Ju lutem, respektoni rregulloren. Respektoni rregulloren. Respektoni rregulloren, na lejoni të vazhdojmë seancën. Të drejtën e fjalës më duket nuk doni vetë ta merrni sot, se po ju them të flas kolegu dhe merreni të gjithë fjalën. Se kam unë dorë as t'ua jap as t'ua veç fjalën. Kur e kërkoni e merrni sipas rregullorës. Sipas rregullorës. Fjala e ministrit do kishte përfunduar me kohë, nëse do ta lejoni ta mbaj. Tani edhe këtë sakrificë për juve s'mund ta bëjmë, s'kam se e bëj. Mos hyrte nevojat metabolike, të lutem. Po, nevojat metabolike. Ju lutem. Se nuk është çështja që ti zgjidhim me folklor punët. Jo çdo gjë zgjidhet me folklor. Ju lutem. Do ta lironi foltoren. Do ta lironi. Ju lutem. Vijojmë me fjalën e zotit ministër. Jo, po nuk është dorën tuaj, nuk merret me dhunë, nuk merret me zor, nuk merret me bllokim foltore, nuk imponoheni dot kështu. Ka një rregullore mbi të gjithë ne. Zbatoni rregulloren. Zbatoni rregulloren. Mund ta kishit marrë fjalën për procedurë edhe diskutoni për rendin e ditës. Pse nuk e merrni fjalën për procedurë sapo të përfundoj fjalën ministri ose ta merrni në fillim, e bllokuat seancën. Keni bllokuar seancën, lironi foltoren. Lironi foltoren, ju lutem. Do kishim përfunduar me kohë. Jo, s'është e lirë foltore. Nuk është e lirë. Jo, në foltore ka të tjerë kolegë. Dhe çuditërisht e ka bllokuar zoti Bozdo, që se ka as për nuk e ka as për natyrë. Absolutisht. Zoti Bozdo, ju realisht e besoni dhe vetë që ja mund duke u bllokuar? Nuk e kuptoni që ka një skenar për ta bllokuar dhe që është kundër rregullorës. Ose personalizoni, ju lutem, seancën. Të lutem, zoti Noka, ju lutem uluni. Si t'ja u jap fjalën? Fjala nuk, këtu nuk jemi në protestë, të marrin fjalën edhe në protestë se marrin fjalën pa një rend. Edhe aty ka një rend, ka një skenar.
Ju lutem. Dakor. Po shumë mirë, aq mirë për ju. T'ju vira edhe ju, në rregull. E besoni këtë? E besoni? Ju lutem uluni. Uluni, ju lutem. Absolutisht. Fare. Jo, përkundrazi. Thash sa po të flas ministri, do flas zonja Tabaku. E kam thënë pasi të mbaroj fjala e zotit ministër, do ta marr fjalën zonja Jorida Tabaku për procedurë dhe natyrisht i takon dhe në cilësinë e bashkëkryetares të Këshillit Kombëtar të Integrimit. Këtë kam thënë. Nuk e di kujt i referoheni. E kam lajmëruar se kush do flas mbas. E kam lajmëruar para 2 orësh e kam lajmëruar kush do flas pas ministrit. Ju lutem. Zoti Bardhi, nuk e kuptoni dot, u bën 8 muaj që nuk më kompleksoni dot me këto. S'më kompleksoni dot me këto se janë shumë bazike. Ju lutem uluni. Mos e personalizohet. Dakor. Në rregull. Dakor. Do lironi foltore se jeni kundër rregullores? Nuk është e liruar. Ju jeni mbështetur mbi foltore. Ju lutem. Dakor, pa ta dëgjojmë. Po ta dëgjojmë. Uluni ta dëgjojmë. Ju lutem uluni. O zoti Koreshi, ju e kuptoni si është plani apo jo? Mos më drejto mua. Tani ky është 15 minuta pushim, ftoj kryetarët e grupeve parlamentare të diskutojmë për të qetësuar dhe zgjitur situatën. 15 minuta pushim. Kryetarët e grupeve parlamentare ju lutem për një takim të shkurtër. Për batuta se konkuroni dot protestën, kështu që rifillojmë seancën. Fjalën e ka ministri i jashtëm. Pika e tretë, informim mbi konkluzionet e konferencës 8 ndërqeveritare Shqipëri-Bashkimi Evropian në kuadër procesit negociatave të antarësimit. I nderuar zoti kryetar, të nderuar deputet, në përgjigje të kërkesës së bërë dhe duke pasur parasysh rolin që ka Ministria për Ofrën e Punëve të Jashtme, po tani çfarë do bëjmë? Por seancën e ka ai. Ka për një kërkesë zonja Vokshi që do flasë. Ju lutem uluni. Do ta kishin marrë fjalën me kohë, zoti Kaso, nëse do ta lejoni të përfundoj fjalën ministri.
Pak rëndësi ka, mos hynin për mbajtje. Tani, çdo njeri thot atë që mendon. Ju kur të flisni, me njerë mbas ministri, do flisni të gjithë. Do flisni të gjithë. Të gjithë lista e regjistruar. Duke filluar nga zonja Tabaku, se e kemi lajmëruar, dhe janë afërsisht 20 të tjerë që do flasin me njerë. Po nuk merret kështu, nuk merret fjala kur e do, kur ta jep rregulloria. Rregulloria s'ta jep në mes të fjalës së dikujt tjetër. Jo, është zonja Tabaku mbas fjalës ministrit. Zoti Balla, për procedurë, për propozim. Zoti Mere, patjetër. Zoti kryetari kuvendit, të dëgjojmë propozimin. po shoh që protestohet se kërkohet fjala e zonjës Tabaku edhe pse zonja Tabaku nuk është në sallë. Protest më qesharake se kjo. Kërkohet që të marri fjalën dikush që nuk është në sallë, nuk e kisha parë ndonjëherë. E dyta, sipas neni 49 të rregullores së kuvendit. Më vjen shumë keq për këtë situatë të krijuar në mënyrë artificiale. Kërkohet për të marrë fjalën 3 minuta, ndërkohë që këtu opozita e ka mundësinë ta marrë fjalën 300 minuta. Nuk duan të flasin 300 minuta, por duan të flasin vetëm 3 minuta. Për një deputete që nuk është sallë, të drejtën për ta kërkuar fjalën e ka deputetja. Ne jemi informuar që mbrëm për këtë strategji. Ne duam të diskutojmë për ligjin për amnistin. Ne duam të ketë një diskutim të gjerë për kodin rrugor. Duam që ta përdorin këtë seancë si një komunikim me publikun për rëndësinë që ka ndryshimet në kodin rrugor, qofshin ndryshimet e propozuara nga qeveria apo ndryshimet propozuara nga kolegë deputet Partisë Socialiste, të cilat shpëtojnë jetë, të jesh sot këtu për të bllokuar kuvendin, për të bllokuar ndryshimet në kodin rrugor, ku përpjekja e deputetëve është të shpëtojnë jetë nga aksidente rrugore. Kjo është një turp i madh që bie me ju. Ne jemi sot këtu për të votuar 2 ligje që janë pjesë e agjendës tonë europiane. Ne jemi sot këtu për të dëgjuar ministrin e jashtëm, për të informuar shqiptarët mbi konferencën e 8 ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Në pamundësinë, pas një tentative si asnjëherë më parë, për plot gati 5 orë, ne jemi në kushtet, zoti kryetar, që propozoj ndërprerjen e diskutimeve, interpelancat të quhen të ekzekutuara dhe kalimin e njëherë në votim. Kërkoj zoti kryetar që pas dëgjimit një pro dhe një kundër, propozimi im të hidhet në votim. Faleminderit. Tani, kur ndërprem seancën në pushimin që morëm, kam ftuar kryetarët e grupeve parlamentare. Fatkeqësisht, kryetarët e grupeve parlamentare të opozitës nuk kanë ardhur. Mbas rivjellimit të seancës, kryetarët e grupeve i kam ftuar për të zgjidhur, për të diskutuar mbi zgjidhjen e ngërçit të seancës. Për këtë arsye kam dhënë fjalën edhe zotit Balla dhe çdo kryetari tjetër grupi, zoti Bardhi, nëse keni për të thënë si kryetar grupi një qëndrim ose propozim për të zgjidhur situatën e krijuar, patjetër mund ta merrni fjalën ju edhe kryetarët e tjerë të grupeve parlamentare, sepse nuk di mënyrë tjetër se si mund të zhbllokohet situata. Disa pushime kemi bërë, vazhdon i njëjti bllokim, në kundërshtim me rregulloren është bllokuar seanca. Kryetarët e grupeve duhet të
shprehen të propozojmë dhe të vendos seanca. Kemi një propozim nga kryetari i grupit të majorancës për ndërprerjen e diskutimeve. Ka propozim tjetër para se ta votojmë? Keni? S'ka propozim. Dakor, kalojmë atëherë në votimin e propozimit të zotit Tauland Balla për ndërprerjen e diskutimeve mbas të nenit 49 të rregullores dhe kalimin në votim për shkak të pamundësisë të vijimit të seancës. Kush është pro? Nuk numëroni votat aty lutem. Pro, kundër, abstenim. Atëre sa? 79 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka. Një kundër ndjes. Një kundër, abstenim nuk ka. Miratohet dy kundër. Miratohet propozimi për ndërprerjen e diskutimeve. Përgatituni për procesin e votimit, 5 minuta pushim. Kemi votuar që do kalojmë votim. Po. Bëuni gati për votimin. Zoti Balla. Zoti kryetari i kuvendit, për shkak se sot kemi votime me votë të cilësuar dhe koha e shkurtër në dispozicion deputetëve për të ardhur në kohë, kërkoj që votimi të fillojë në orën 18:30. Hedhim në votim propozimin për orarin e zhvillimit të urdhro. Për votimin po diskutojmë. Fillimisht është prezenca. Për shkak të prezencës kemi një propozim me hedhim në vot. Kush është dakord që votimi për pikat e renditës së sotme të zhvillohet në orën 18:30? Kush është dakord? Në votim, po. Votoni ju lutem. Pro, kundër, abstenim. Për orarin e votimit. Për orarin e votimit. Nuk e shtymë, u caktua orari votimit. Po. Numëroni votat, ju lutem. Ka një propozim, zoti Bardhi, nga një kryetar grupi. Jam i detyruar ta hedhim në votim. Numëroni votat. Votoni lutem me karton. Pro, kundër, abstenim. Urdhro? Neni 49, ka një propozim për rendin e ditës. Është hapur votimi për propozimin. Lexoni rregulloren, zoti Balliu. Keni votuar për ndërprerjen e diskutimeve. U votoi seanca. Unë s'kam më mundësi të jap fjalë për procedurë të diskutime. Seanca ka votuar ndërprerjen e diskutimeve mbas përpjekjeve të shumta për të vendosur normalitetin në seancë. $77 vota pro, 0 kundër, 0 abstenim. Miratohet, mbyllet votimi, 84 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër. Miratohet projekt ligji në parim. Kalojmë votimin nen për nen me karton sipas variantit të komisionit përgjegjës. Me karton ju lutem. Neni 1, pro kundër abstenim miratohet. Neni 2, pro kundër abstenim miratohet. Neni 3, pro kundër abstenim miratohet. Neni 4, pro kundër abstenim miratohet. Neni 5, pro kundër abstenim miratohet. Neni 6, pro kundër abstenim miratohet. Neni 7, pro kundër abstenim miratohet. Neni 8, pro kundër abstenim miratohet. Neni 9, pro kundër abstenim miratohet. Neni 10, pro kundër abstenim miratohet. Neni 11, pro kundër abstenim miratohet. Neni 12, pro kundër abstenim miratohet. Neni 13, pro kundër abstenim miratohet. Neni 14, pro kundër abstenim miratohet. Neni 15, pro kundër abstenim miratohet. Neni 16, pro kundër abstenim miratohet. Neni 17, pro kundër abstenim miratohet.
Neni 18 pro kundër abstenim miratohet. Neni 19 pro kundër abstenim miratohet. Neni 20 pro kundër abstenim miratohet. Neni 21 pro kundër abstenim miratohet. Neni 22 pro kundër abstenim miratohet. Neni 23 pro kundër abstenim miratohet. Neni 24 pro kundër abstenim miratohet. Neni 25 pro kundër abstenim miratohet. Neni 26 pro kundër abstenim miratohet. Neni 27 pro kundër abstenim miratohet. Neni 28 pro kundër abstenim miratohet. Neni 29 pro kundër abstenim miratohet. Neni 30 pro kundër abstenim miratohet. Neni 31 pro kundër abstenim miratohet. Neni 32 pro kundër abstenim miratohet. Neni 33 pro kundër abstenim miratohet. Neni 34 pro kundër abstenim miratohet. Neni 35 pro kundër abstenim miratohet. Neni 36 pro kundër abstenim miratohet. Neni 37 pro kundër abstenim miratohet. Neni 38 pro kundër abstenim miratohet. Neni 39 pro kundër abstenim miratohet. Neni 40 pro kundër abstenim miratohet. Neni 41 pro kundër abstenim miratohet. Neni 42 pro kundër abstenim miratohet. Neni 43 pro kundër abstenim miratohet. Neni 44 pro kundër abstenim miratohet. Neni 45 pro kundër abstenim miratohet. Neni 46 pro kundër abstenim miratohet. Neni 47 pro kundër abstenim miratohet. Neni 48 pro kundër abstenim miratohet. Neni 49 pro kundër abstenim miratohet. Neni 50 pro kundër abstenim miratohet. Neni 51 pro kundër abstenim miratohet. Neni 52 pro kundër abstenim miratohet. Neni 53 pro kundër abstenim miratohet. Neni 54 pro kundër abstenim miratohet. Neni 55 pro kundër abstenim miratohet. Neni 56 pro kundër abstenim miratohet. Neni 57 pro kundër abstenim miratohet. Neni 58 pro kundër abstenim miratohet. Neni 59 pro kundër abstenim miratohet. Neni 60 pro kundër abstenim miratohet. Neni 61 pro kundër abstenim miratohet. Neni 62 pro kundër abstenim miratohet. Neni 63 pro kundër abstenim miratohet. Neni 64 pro kundër abstenim miratohet. Neni 65 pro kundër abstenim miratohet. Neni 66 pro kundër abstenim miratohet. Neni 67 pro kundër abstenim miratohet. Neni 68 pro kundër abstenim miratohet. Neni 69 pro kundër abstenim miratohet. Neni 70 pro kundër abstenim miratohet. Neni 71 pro kundër abstenim miratohet. Neni 72 pro kundër abstenim miratohet. Neni 73 pro kundër abstenim miratohet. Neni 74 pro kundër abstenim miratohet. Neni 75 pro kundër abstenim miratohet. Neni 76 pro kundër abstenim miratohet. Neni 77 pro kundër abstenim miratohet. Neni 78 pro kundër abstenim miratohet. Neni 79 pro kundër abstenim miratohet. Neni 80 pro kundër abstenim miratohet. Neni 81 pro kundër abstenim miratohet. Neni 82 pro kundër abstenim miratohet. Neni 83 pro kundër abstenim miratohet. Neni 84 pro kundër abstenim miratohet. Neni 85 pro kundër abstenim miratohet. Neni 86 pro kundër abstenim miratohet. Neni 87 pro kundër abstenim miratohet. Neni 88 pro kundër abstenim miratohet. Neni 89 pro kundër abstenim miratohet. Neni 90 pro kundër abstenim miratohet. Neni 91 pro kundër abstenim miratohet. Neni 92 pro kundër abstenim miratohet. Neni 93 pro kundër abstenim miratohet. Neni 94 pro kundër abstenim miratohet. Neni 95 pro kundër abstenim miratohet. Neni 96 pro kundër abstenim miratohet. Neni 97 pro kundër abstenim miratohet. Neni 98 pro kundër abstenim miratohet. Neni 99 pro kundër abstenim miratohet. Neni 100 pro kundër abstenim miratohet. Neni 101 pro kundër abstenim miratohet. Neni 102 pro kundër abstenim miratohet. Neni 103 pro kundër abstenim miratohet. Neni 104 pro kundër abstenim miratohet. Neni 105 pro kundër abstenim miratohet. Neni 106 pro kundër abstenim miratohet. Neni 107 pro kundër abstenim miratohet. Neni 108 pro kundër abstenim miratohet. Neni 109 pro kundër abstenim miratohet. Neni 110 pro kundër abstenim miratohet. Neni 111 pro kundër abstenim miratohet. Neni 112 pro kundër abstenim miratohet. Neni 113 pro kundër abstenim miratohet. Neni 114 pro kundër abstenim miratohet. Neni 115 pro kundër abstenim miratohet. Neni 116 pro kundër abstenim miratohet. Neni 117 pro kundër abstenim miratohet. Neni 118 pro kundër abstenim miratohet. Neni 119 pro kundër abstenim miratohet. Neni 120 pro kundër abstenim miratohet. Neni 121 pro kundër abstenim miratohet. Neni 122 pro kundër abstenim miratohet. Neni 123 pro kundër abstenim miratohet. Neni 124 pro kundër abstenim miratohet. Neni 125 pro kundër abstenim miratohet. Neni 126 pro kundër abstenim miratohet. Neni 127 pro kundër abstenim miratohet. Neni 128 pro kundër abstenim miratohet. Neni 129 pro kundër abstenim miratohet. Neni 130 pro kundër abstenim miratohet. Neni 131 pro kundër abstenim miratohet. Neni 132 pro kundër abstenim miratohet. Neni 133 pro kundër abstenim miratohet. Neni 134 pro kundër abstenim miratohet. Neni 135 pro kundër abstenim miratohet. Neni 136 pro kundër abstenim miratohet. Neni 137 pro kundër abstenim miratohet. Kalojmë në votimin në tërësi. Hapet votimi në tërësi me elektronik. Votoni ju lutem me elektronik. Votoni ju lutem me elektronik. Mbyllet votimi në tërësi, 84 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër.
Miratohet edhe në tërësi projekt ligji. Kalojmë pika 6 të rendit ditës për informacionin elektronik të transportit të mallrave. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash për miratim. Votimi është i hapur. Procedura e votimit 2 votime me elektronik. Hapet votimi në parim me elektronik. Mbyllet votimi. 84 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër. Miratohet projekt ligji në parim. Kalojmë votimin nën për nën me karton sipas variantit të komisionit përgjegjës. Neni 1 pro, kundër, abstenim. Votoni me karton, ju lutem. Me karton pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 2 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 3 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 4 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 5 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 6 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 7 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 8 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 9 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 10 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 11 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 12 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 13 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 14 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 15 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 16 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 17 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 18 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 19 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 20 pro, kundër, abstenim, miratohet. Kalojmë në votimin në tërësi. Hapet votimin në tërësi me elektronik. Mbyllet votimi në tërësi. 84 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër. Miratohet në tërësi projekt ligji. Pika 7, projekt ligji për një shtesë në ligjin numër 7703, datë 11/5/1993, për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar, nismë e deputetes Jorita Tabaku. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë. Urdhro? Të thjeshtë votash për miratim. Votimi është i hapur. Procedura e votimit një votim me elektronik. Hapet votimi në parim me elektronik. Mbyllet votimi. 0 vota pro, 0 abstenim, 80 kundër. Projekt ligji nuk miratohet në parim. Kalojmë te pika 8 e rendit ditës, projekt vendimi për miratimin e planit strategjik të Kuvendit të Shqipërisë 2026-2030. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash. Procedura e votimit një votim me elektronik. Votimi është i hapur. Hapet votimi me elektronik. Mbyllet votimi. 82 vota pro, 0 kundër, 0 abstenim. Projekt vendimi miratohet. Pika 9, projekt vendimi për ngritjen e nënkomisionit për auditimin e sektorit publik. Fusha e veprimtarisë në komisionit përfshin ndjekjen e zbatimit buxhetit shtetit gjatë vitit buxhetor, performancën e treguesve programet buxhetore, duke marrë informacion nga Ministria e Financave, Ministria e Qeverisë së Përgjithshme. Pika B, veprimtarisë ekonomike të institucioneve të qeverisë së qendrore, organeve të pushtetit vendor dhe pikat e tjera të cilat i keni në sistem. Në komisioni përbëhet nga antarët, 7 antarë si poshtë, zoti Igli Cara kryetar nga Partia Demokratike, zonja Antoneta Dhima nën kryetare nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, zoti Ermale Lezi antar nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, zoti Andi Qose, zonja Zamira Sinaj, zoti Sajmir Hasalla, zoti Besar Xhaferi, zonja Elda Hoti, zonja Ledina Alolli. Antarë zëvendësues, zoti Onit Bejleri dhe zoti Xhelal Mziu. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash. Procedura e votimit një votim me elektronik. Votimi është i hapur. Hapet votimi me elektronik. Mbyllet votimi. 84 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër. Projekt vendimi miratohet. Kalojmë te pika 10, projekt vendimi për ngritjen e nënkomisionit për administratën publike. Ngritja e këtij nënkomisioni për administratën publike do të jetë në përbërje të komisionit për çështjet ligjore të administratës publike, si dhe
në përmbushjen e detyrimeve që lidhen me procesin e integrimit evropian të vendit. Fushën e përgjegjësisë e keni në sistem. Përmbajtja është 1 Ermal Zoti Ermal Pacaj, kryetar. Zoti Kapri, ju lutem, Zoti Kapri. Zoti Ermal Pacaj, kryetar, zonja Aulona Bylykbashi, zoti Olsi Komici, zoti Gens Razimiri, zoti Sajmir Koreshi, zoti Tedi Blushi, zoti Tedi Mula, janë antar zëvendësues, zoti Erio Mile dhe zoti Arjan Ndoja. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash, procedura e votimit një votim me elektronik. Votimi është i hapur. Hapet votimi me elektronik. Votoni, ju lutem. Mbyllet votimi. 75 vota pro, 0 kundër, 0 abstenim. Projekt vendimi miratohet. Pika 11. Uluni, ju lutem, uluni. Ama ky është qëllimi të bënit muhabet. Ja arritët suksese. Projekt vendimi për ngritjen e nënkomisionit për zhvillim të qëndrueshëm në përbërjet komisionit për burime natyrore, infrastrukturën dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Ngritja e nënkomisionit për zhvillim qëndrueshëm për përbërjet komisionit për rreshën parlamentar, burime natyrore, infrastrukturën dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Fusha e përgjegjësisë këtij komisioni, zhvillim ekonomik dhe social, rritja ekonomike e qëndrueshme, realizimi i objektivave për zhvillim të qëndrueshëm dhe Agenda 2030 e OKB-s. Nën komisioni përbën nga 7 antarë si në poshtë, zonja Ilva Gjuzi, kryetare, zoti Blendi Himçi, zëvendës kryetar, zonja Besa Spao, zoti Klevis Jahaj, zonja Bora Muzhaqi, zonja Klodiana Çapja, zoti Kliti Hoti, antar zëvendësues zonja Antonita Dima. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash, procedura e votimit një votim elektronik, votimi është i hapur. Hapet votimi me elektronik. Hapet votimi, vazhdon votimi. Yes. Mbyllet votimi. 82 vota pro, 0 kundër, 0 abstenim. Projekt vendimi miratohet. Pika 12. Projekt vendimi për ngritjen e nënkomisioneve pranë Komisionit Bujqësinë, Ushqimin dhe Zhvillimin Rural në mbështetjen e nën 78 kushtetues dhe nën 19.2 e 55 rregullores, ku vendi propozon ngritjen e 3 nënkomisioneve pranë Komisionit për Bujqësinë, Ushqimin dhe Zhvillimin Rural, në Komisionin për mbështetjen financiare të bujqësisë, në Komisionin për ushqimin, në Komisionin për infrastrukturën dhe zhvillimin rural. Fusha e përgjegjësisë, kryesia dhe antarësia në komisionet do të caktohen me vendim kuvendi. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash. Procedura e votimit një votim elektronik, votimi është i hapur, hapet votimi me elektronik. Mbyllet votimi. 76 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër. Projekt vendimi miratohet. Pika 13. Projekt vendim për ngritjen e komisionit për integritetin e informacionit publik, dezinformimit dhe ndërhyrjet e huaja në përbërjet të Komisionit për të drejtat njeriu dhe mjetet e informimit publik, ngritjen e nënkomisionit për integritetin e informacionit publik, dezinformimit dhe ndërhyrjet e huaja në përbërjet të Komisionit për drejtat njeriu dhe mjetet e informimit publik. Fusha e përgjegjësisë në komisionit do të përfshin ndjekjen, analizimin dhe trajtimin e çështjeve që lidhen me ndërhyrjet e huaja, dezinformimin dhe manipulimin e informacionit, mbrojtjen e proceseve demokratike dhe integritetit informacionit publik, lirinë e medias, si dhe politikat, mekanizmat institucional dhe zhvillime teknologjike që ndikojnë në mjedisin informativ dhe digital. Komisioni përbëhet nga 5 antarë, si më poshtë, zonja Iris Luarasi, kryetare, zoti Agron Gjekmarkaj, zëvendës kryetar, zoti Ardit Bido, zoti Arbian Mazniku, zonja Greta Bardeli, antar. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash. Procedura e votimit një votim elektronik, votimi është i hapur, hapet votimi me elektronik. Mbyllet votimi. 81 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër. Projekt vendimi miratohet. Këtu mbyllet procesi votimit, vazhdojmë me diskutime jashtë çështjet e ditës. Në fakt, diskutimet për sot janë të rrequr, kështu që faleminderit për kontributin. Natën e mirë, takohemi në seancën e radhës.